Departamenti Amerikan I Shtetit e vendos Shqipërinë dhe Kosovën në grupin 2 në raportin vjetor global për vitin 2020 mbi trafikimin e qenieve njerëzore. Qeveria shqiptare dhe ajo e Kosovës nuk I përmbushin plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikut. Megjithatë, ato janë duke bërë përpjekje domethënëse për të arritur këtë. Të dy qeverit demonstruan përpjekje në rritje krahasuar me periudhën e mëparshme të raportimit. Përpasoj, Shqipëria dhe Kosova mbeten në grupin 2. Qeveria shqiptare ka vazhduar përpjekjet e ligjzbatimit. Nenet 110A dhe 128B të kodit penal kriminalizonin trafikimin për qëllime seksi dhe pune dhe parashikonin dënime prej 8 deri 15 vjet burg për një vepër penale të trafikimit që përfshin një viktim të rritur dhe 10 deri në 20 vjet burg për një vepër penale që përfshin një viktim të mitur. Në 2019, një trafikant u dënua me 2 vite e 8 muaj burgim për trafikim të rriturish dhe 4 të tjerë u dënuan nga 6 deri 18 vjet burgim për trafikim të miturish. 38 raste me 51 të dyshuar një vit më parë, ku 7 raste dhe 17 të dyshuar janë për trafikim të fëmijëve. Qeveria dhe OJF identifikuan 96 viktima të mundshme të trafikimit dhe 7 viktima trafikimi. Qeveria e Kosovës I vazhdoi përpjekjet për zbatim të ligjit. Neni 171 I kodit penal e kriminalizoi trafikimin për qëllime seksuale dhe punë dhe përcaktoi dënime prej 5 deri në 12 vjet burg dhe gjob për veprat që përfshin viktimat e rritur dhe 5 deri në 15 vjet burg dhe gjob për veprat ku përfshihen viktimat fëmijë. Në nëntor të vitit 2018, qeveria e Kosovës rishqyrtoi kodin penal, duke I riklasifikuar të gjitha veprat e prostitucionit të detyruar si trafikim dhe e rriti dënimin minimal për trafikim të fëmijëve prej 3 deri në 5 vjet burg. Gjykata dënuan 5 trafikantë që shfrytzuan shërbime seksuale nga një minoren. Kto që ndoqët ishin shifrat edhe faktet, janë kokëforte, që na zgjoj. Abuzimi, trafikimi, I me shumë të rënda, të dënueshme shumë fort nga kodi penal patjetër, po edhe më të rënda për vetë natyrën njerëzore. Dhe imagjinoni ku shkon natyra njerëzore vetë. Aq keq dhe aq poshtë sa të bën të kesh turp ta quash veten njeri. Por ka gjithmonë një shpresë dhe ka gjithmonë një mundësi për të përmirësuar dhe për të riparuar. Ne nuk jemi as të parët as të fundit që do të bëjmë thirrje, do ta nisim nga kjo skenë këtë kryqëzat tonën të vogël, që do jetë pa shpresë, po nuk u bashkove edhe ti. Ti që je në shtëpi, ti që je në sallë. Pse? Që ajo vajzë e vogël që grabitet nga shtëpia e saj, që dhunohet psikologjikisht, fizikisht, seksualisht, mos të ketë turp të ngrejë zërin, mos të tregohet me gisht nga bashkëfshatarët, nga bashkëqytetarët, nga bashkëkombësit. Por thot, po, kjo më ndodhi mua, kam nevojë dhe për ndihmën tënde. Dhe këtë rrëfim, këtë emocion personal, neve sot në besoj një vajzë që është konkurrente e jona, ajo ishte e mitur, ishte vetëm 13 vjeç kur u grabit nga shtëpia e saj. Nga foleja e shenjtë e prindërve. Dhe për ditë me radhë ishte në dorë të abuzuesve. Vendosi të fliste, të flasë sot në transmetim direkt përpara të gjithë shqiptarëve kudo që janë, që t'i jap kurajo atyre që kanë zërin që u dridhen, që kanë zërin e brisht, sepse ndihen vetë, po ti nuk je vetë. Shqipëria ka njerëz të mirë, gjithandej, në të gjithë cepat e saj, kudo që ka shqiptarë në të gjithë botën, ngrije zërin tënd, të brisht, le të dridhet, se ne jemi bashkë me ty. Bashkë me disa nga parullat dhe pankartat më të goditura të protestave të fundit në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Mos e vrit fëmirin, dhe ti nuk je vetë. Dua, ju lutem, një duartërpitje të fortë për konkurrenten ton,
Tuti Sejdiu. Një vajzë e guximshme që e meriton standing ovationin tuaj, e meriton të ngrihen në këmbë shenjë respekti dhe unë i falenderoj, sepse merr guximin përpara të gjithë Shqipërisë, që të bëj thirrje të gjithëve, që të mos hershti, por që të flasin. Tuti, unë kam pyetje në skenar. Por nuk do të bëj asnjë. Do lë mikrofonin e hapur në dorën tënde, nëpërmjet dorës sime, që të thuash çfarë të duash ti. Mirëmbrëma Artit, mirëmbrëma të gjithëve. Sot jam shumë e emocionume, por në të njëjtën kohë jam edhe shumë e mërzitur se e shoh gjithë familjen aty, vetëm një karrike zbrazët është, sepse mungon babai im. Dhe babai im është sot në burg për mu, vetëm se ka luftu për padrejtësinë që ma kanë bërë mu. Unë kisha dash me ja thanë Ardit babit 2 fjalë, sepse as nuk e kam dëgju, as nuk kam mujt me pas kontakt me ta, edhe nëse më lejon kisha mujt përmes ekranit me i thanë 2 fjalë publikisht. Është e gjithë koha tani për tu. Faleminderit shumë. Bab, nuk e di jam ndjek sa ditën tem më të rëndësishme. Tu jam me trup, por me mendje dhe zemër jam atje tek ti. Ti e den shumë mirë. Ti sot ndjehu krenar çfarë vajze ke këtu. Unë do luftoj gjithmonë për këtë padrejtësi që ta kam bërë ty, dhe do ndjeki gjithë penalesht ata kriminela, cilët deshën të ma marrin mu jetën. Por fal juve, fal mbështetjes, kurajos, vetbesimit, jam këtu ku jam sot. Ti mos u bëj merak për neve, ne tash jemi më të fortë se kurrë dhe po luftojmë që të bim drejtësi në vend. Dhe i bëj gjitha vajzave apel që çfarëdo që të ndodh, mos heshni, mbajeni kokën lart me vetbesim, dëgjojeni familjen juaj, punoni fort për veten dhe tregojeni gjithë botës se ju mundeni dhe ja dilni. Ju them dhe juve që deshet më shkatronit, më kërcënonit, ma ndalet shkollimin, unë jam këtu, më e fortë se kur, më e vendosur se kur, që të mos heshti, sepse mjaft ka qenë me vitet e tëra kam hesh nga kërcënimet e juve. Shumë emocione.